Sa sharti ka Kurani? Kurani ka 3 sharte. 1. Të lexohet mirë në bukur lexim pra me ato rregullat gramatikore të tajwidit. 2. Të reflektoj dhe meditoj në atë të cilën është duke e lexuar. Dhe 3. Ta nxjerr në praktikë atë të cilën e mësojnë nga Kurani. A nuk bëni kështu sahabët? A nuk ju shkoi 6 vjet surja Bekare me mësu përmend që Abu Bekri dhe Omeri? Po, e saktë. Po ku e mësuan ata se duhet me nxjerr në praktikë? Nëse neve e marrim për shembull një inxhinier i cili ka projektuar një lavatriçe. Dhe kur e ka projektuar lavatriçen, ai inxhinieri kush e di ku jeton, në Kinë, në Tajland, në Japoni. Edhe ka shkruajt një katalog se si punon kjo lavatriçe. Do të lësh rroba të bardha, i lën kështu, me ngjyrë i lën kështu, gjysmë të bardha kështu, me kjo temperaturë, kështu e don detergjenti kjo. Nëse ti atë katalog dhe atë lavatriçe e përdor ndryshe, çan do? Ose i prish rrobat ose e prish lavatriçen. Ose duhet me çun në Tajland. Po. E tash. Ai që e ka prodhu, e ka shkruajt katalogun në suaza të asoj gjuhës që e një faj. Që është profesional. Apo? Edhe kur ta shet ti, ta shet katalogun me një gjuhë 2-3. Dhe nuk kujdeset as pak ose nuk i intereson, nuk i bëhet vonë aty nëse Hasan Bafjari din me lexu se nuk din me lexu. Dhe rrobat e zeza i lën me 90 gradë dhe të bardhat i lën me 30 gradë dhe dalin thotë, nuk lën bukur kjo, nuk lën mirë, nuk bën ilaçi ose gjëra tjera. Allahu fuqiplot është inxhinieri i njeriu. Allah e krijoi njeriu. Allah e di shumë mirë se si duhet të heckë njeri. Dhe Allah e zbriti katalogun, Kur'anin. E dinte që njeriu mund të arsyetohet sikur për atë inxhinieri, se vallahi s'po dibe me lexu ose s'pe kuptoj. Allah dërgoi një profet me të sqaru se si duhet me lexu. Pas atij profetit la sahabe, pas atyre sahabeve la dietare gjenë më sot me qëllim që me të kuptu se si të jetosh si njeri, edhe si ta i lexosh Kur'anin.